Mbi 200 punëtorë të pastrimit në Ferizaj ndonë se mbajnë qytetin të pastërt e ardhmja e tyre është e mjegullt. Kjo nga se trusti pensional i cili është e drejtë e secilit punëtor thuhet se tashmë që 4 vjet nuk është duke u paguar me rregull. Këtë përveç që na konfirmuan prapa kamerës së Kiks Kosovës, vetë punëtorët e kompanisë rajonale të mbeturinave pastërtia e konfirmuan edhe Mejid Ramusa, drejtor ekzekutiv i organizatës Lëvizja për Demokraci. Ramusa është njëherësh edhe ish kryetar i shoqatës sindikale qendresa dhe disa herë ju ka prir protestave e grevave të punëtorëve në kërkim të realizimit të kërkesave të tyre. Kemi hulumtuar që rreth 4 vite nuk i ka paguar trusti pensional punëtorëve në atë ndërmarrje. Dhe kjo është shumë e rëndë për arsye se ajo ndërmarrje punëson militant partijak vazhdimisht dhe nuk ka para të mjaftueshme për t'ia paguar trustin pensional punëtorëve. Ramusa në një intervistë për Kiks Kosovën ka thënë që kanë kontaktuar edhe me punëtorët e kësaj ndërmarrje. Sipas tij, punëtorët nuk kanë guxuar të flasin publikisht, me që janë friksuar se dalja e tyre do t'ju kushtojë me largim nga vendi i punës. Ne kemi kontaktuar me disa punëtorë, pa ata gjithmonë kanë me anonim për shkak të frikës, sepse pushteti atje domethënë hakmirët ndaj tyre. Edhe ata nuk e kanë guximin të dalë para media dhe të deklarojnë. So shumë e qartë largohen prej punës. Ka raste që janë larguar prej punës pas ndërmarrjes për arsye se janë prononcuar për media. Tutje, drejtori i organizatës Lëvizja për Demokraci bën apel që instancat më të larta të marrin më seriozisht ankesat e punëtorëve të pastrimit, jo vetëm në Ferizaj, mirëpo në të gjitha rajonet e tjera të Kosovës. Kjo është shumë shqetësuese për arsye se shkelën punëtorë të cilët e kanë nivelin e arsimit shumë të lartë. Edhe do të instancat e institucionet shtetërore të mirën urgjentisht me këto raste. Shqetësuese sipas tij është fakti që ka pas raste kur në vendet e punës edhe janë lënduar punëtorët, por gjithçka kalon në hishtje.